ne nuk mund të shmangemi, jo për dhënë opinion, të dielën janë zgjedhjet. Mendoni se këto zgjedhje do të binë një përfaqësim më dinjitos dhe më kualitativ në parlamentin e ardhshëm shqiptar? Pa marrë krah politik. Jo, s'marrë krah politik, vetëm ti them këtë që po të shofish numrin e njerëzve që janë fut në garë, është një numër jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Pra, shumë parti politike, parti tradicionale, parti të reja, parti të riformatume, lista të ngurta, lista të hapura që kanë rrit artificialisht numrin e njerëzve që konkurojnë, ka sjell në këndvështrimin e mendimit tim politik një situatë tepër kaotike. Këta njerëz, partitë politike, që janë praktikisht jashtë dyshes, PS, PD, nuk arrin të kuptojnë që po bëjnë sforco të jashtëzakonshme me shanse minimale për të qenë suksesshëm. Pse? Problemi nuk është tek konkurrimi viziv, apo tek idetë që ke ti. Këto probleme kanë tek sistemi. Pra është vetë sistemi i smur. Ai sistem që i kundërshtuat në 2008. Absolutisht, po ka është, domethënë ai sistem vetëm është përkeqësu. Pra në 2008-ën, që unë e kam kritiku publikisht nga një pozicion që tek e fundit ishte mund ndërhy. Po. Në 2008-ën dihet qëndrimi që keni marrë jo për këtë që vendosën për këtë sistem zgjedhor. A mendoni se kjo kryetarokraci ka sjell të gjendje që bjerret gjithmonë e më shumë niveli i politikës? A mendoni se po mos ta kishit firmos dhe ta çonit venin krizë, do të ishte zgjidh në një farë mënyrë, në mënyrë tjetër dhe do të ishte më mirë? Ja, këtë s'dini ju. Po të bëj pyetje. Këtë duk dini. Mos dish nuk është turp, mos e dish që nuk di o turp. Jo, problemi është që në momentin që ti e refuzon, mas 2 javësh hynë në mënyrë automatike